se pret. Ku e haqit kur jenë një ven, sum zen, madhi zemrën ma vret, lotin se pret, lotin se pret. Qabe moje bukurje, t'ka beku i madhi zot, zemra ime është atje, për shdo vjetë, për shdo mot. Qabe moje bukurje, t'ka beku i madhi zot, zemra ime është atje, për shdo vjetë, për shdo mot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah është shpërblim vllazni, me të shok, vllazni dhe shamir, që keni ardhur prej vendeve të ndryshme, dhe ju keni përgjigjë tirës, Allah është shpërblim me xhennet el firdaus. Allah ju nderoft. Elhamdulillah, Allah është shpërblim xhallah, se kanë na kanë ardhur prej vendeve të ndryshme, dhe ju kanë përgjigjë edhe këta tirës, Allah i rujt e i nderoft. Elhamdulillah, Allah subhanahu wa taala po më mëson me shumë haxh. Falënderimet takojnë Allahu subhanahu wa taala me krye këtë farz. Elhamdulillah. Nashta ka dikuj që i kam hak këtu, ma bëni halal. Kush më ka hak mu, për me e ka halal. Allah ju shpërbleft e rujt. Po ata se me allon fjallën hoxhës Zekra Shazimi, hoxhës tem, Allah e rujt e nderoft, e shpërbleft me xhennet. Allah e rujt. Hoxh? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet e kanë Allah subhanahu wa taala, mëshira Allah që me pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, be shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allah është shpërblyef vllaun Aslitin edhe babën e vet Selverin e vllazit e vet edhe krejt që e kanë organizuar këtë darkë. Inshallah Allah subhanahu wa taala ja pranon haxhin Aslitit edhe kthehet pe haxhit me gjunat falur ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah e shpërblyeft familjarët e Aslitit, që jeni prezente, shokët e vet të njerëzit me të cilët Asliti punon, edhe vllazit musliman tjerë që kanë ardhur prej vendeve të ndryshme, në veçanti hoxhallat, hoxha Valan Hoxha Shaq, që ka ardhur prej Skënderajit, Mitrovicës, edhe Afuzi që ka ardhur prej Shqipërisë. Allah subhanahu wa taala i shpërbleft të gjithë. Ka thënë Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa adhin fi an-nasi yatuka bil hajj", thirrë njerëzit se kanë me të ardhur në haxh. Edhe kanë me ardhur prej vendeve, yatuka min kulli dhamir, vinë prej vendeve më të larta. Yatuka min kulli fajjin amiq, kanë me ardhur prej vendeve më të thella. Ka në ardhur disa transmetimet të Banu Israilëve, për cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Hadithu wala haraj", tregoni ato tregime, s'ka problem. Në transmetim tjetër mos i përgjigjton as mos i vërtetoni ato, kurse dispozita atyre e përgjithshme është çka ka që përputhet me shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është në rregull të mos shpjegue çka nuk përputhet me shariatin, ligjin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që ka zbritur Allah subhanahu wa taala në Kur'an, nuk duhet me ju qas asajna. Thuhet në transmetimet e Banu Israilëve se kur Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar Ibrahimin alayhi salatu wassalam me ndërtu Qabën me Ismailin, edhe ka thënë: "Adhin fi an-nas", çu thirrë njerëzit. Dhe thuhet se në Mekë s'ka pas asnjë banor, asnjë njeri i gjallë. Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar Ibrahimin alayhis salam që të mëçua edhe më thonë: "O njerëz, hajdeni se e kam marrë Qabën, hajdeni me krye haxhin." Edhe Ibrahim alayhis salam nga kurreshtja, jo nga mosbesimi, për shkak se kjo nuk vjen shprehje, sikur se ka ardhur erini kefet të hilmota, ka thënë qysh i ringjallë vdekurit, për me e forcue besimin e vet. Ibrahimi alayhis salam ka thënë: "O Allah, më thirr njerëz, çish më thirr njerëz, veç më çun me kodë, më thon aty me haxhin." Dhe thuhet se Allah subhanahu wa taala ka thënë Ibrahimit: "Ti thirrë, ta thirrjen e unë e çoj të njerëzit, edhe ja përsaktoj atë me të cilët
u ka përcaktuar Allahu. Alhamdulillah që Allahu e ka bërë rizq, inshallah e kryn, shkon edhe kryn edhe kthehesh edhe se të nisesh më shkue, mos e merr më kurrë tjetër përveç me obligimin që e kije, harroje krejt që ki babe, nonë, fëmijë, kurrë se përqendrohen vetëm në çet ibadet. Ato janë vetëm disa ditë në të cilat e kryen një prej kushteve të Islamit, ndoshta më kurrë s'ta bjen ymri më shkue dhe nuk është më detyrë më shkue, më thonë se kohë specifike e veçantë, shumë e rëndësishme. Këshilla personale është merr veç me ibadet, mos u merr me kurrë, mos u merr kështu na aty nëse drejtë edhe që funksionon, nuk është drejtë në veç këtu, edhe që shtim me gibeta që unë kam më shkuar në haxh në Arafat, kur shkova te shtatori thanë që do janë shqiptar që shushi këtu tek numër vlot. Ai të bëjë more këtu në vijet me vallahi përta më kyeta më gjyduhet. Tjerë përdo që nuk ka shkue, lutë në Allah subhanahu wa ta'ala që me amënsue me shkue në haqë. Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, ju mënësën edhe atyme që së në kam. Fjallën inshallah ka më mërë Hoxha Valën, pastaj Hoxha Shosh, pastaj Afuzi inshallah, edhe në fund e përfundojmë me qatë shqyqyrin që ne e bënë halal. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah, përndërëm Allahu subhanahu wa ta'ala, pasë në shirë Allah që bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familjen e ti pasër, bi shokët e ti besnikve, mi gjitha fatëse të rasullet e mirë, deri në ditën e gjykimit. Jetin ku Allahu subhanahu wa ta'ala e ka porosit Ibrahimin që jemi i thirë njerë që shë vlezë dhe hoxha ma herët, unë e përgëzaj Allahun asritin, edhe i thëmë që elhamdulillah që Allahu subhanahu wa ta'ala për i gjithë të njerëzimet sëtë që ka shkejnë të, edhe gjithë ata cilët kanë jetu ma herët dhe ma thonë para neve dhe i të qasi ku ka thirë Ibrahim a.s. Falënderoj Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të ka bo për atyne mirë përgjigj thirrjes të Ibrahimit a.s. Edhe kur shkesh atje ta kish këtë ndjenë, thuaj elhamdulillah që Allahu më ka bo nasib mu që mirë përgjigj thirrjes të Ibrahimit a.s. Kjo është mirësi shumë e madhe, edhe që shka thonë një për djetarëve, thuaj elhamdulillah që Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka mësuar, më thonë elhamdulillah. Edhe të thuaj elhamdulillah që Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka mësuar me kry këtë kusht Islamit që është kushti 5, e parë dhe gjitha tjera dhe me thonë edhe një për mirësive të adi që Allah subhanahu wa ta'ala të ka zgjedhë për atyre që mirë përgjigj thirrjes të Ibrahimit a.s. Për vlerën e haxhit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë një hadith al-umratu ila al-umra kafaratu ma bainahuma. Ka thonë umra, domethënë për umrës në umre është që të folën gjinohet mes këtyne. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Ka thonë kurse haxhi i pranum nuk ka shpërblim tjetër përveç se xheneti. Domethënë nëse Allah subhanahu wa taala ta mëson që ti me kryq inshallah është i kënaqur, edhe nëse Allah subhanahu wa taala ta pranon këtë ibadet, ta dish se s'ka të shpërblim përveç se xheneti. Nuk është pasunia që ati ke shpenzu, ta kishe e to parasysh, nuk është pasunia që ati ke shpenzu, që njerëz nuk e shpenzojnë sasinë e asaj pasunie. Mirë po ta dish që Allahu subhanahu wa taala me shpenzu ti ku jetë e shpenzu sot, ta dish që Allahu subhanahu wa taala të ka zgjedhë. Se shumën që ati e shpenzon për me shku në haxh, shumë njerëz e shpenzojnë. Mirë po jo në ato veprat ku të fusin në xhenet. Është një rast që transmeton Sa'd ibn Mu'adh ibn Jabali një hadith të kena qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u kthyr pikë betejës te Uhud. Edhe thot në çastat më ka mësuar Allah subhanahu wa taala që me kon ofër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i u thon tregom për një vepër e cila më fut në xhenet dhe më largon prej zjarrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ente anë adhime, po pyet për një çështje shumë të rëndësishme, shumë të madhe. Ka thonë në të vërtetë kjo çështje është madhështore, me vë diçka që të fut në xhenet dhe të largon prej zjarrit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ajo është e lehtë veç ato atina personit që Allahu subhanahu wa taala
ja ka lecu. Edhe për këtë falenderoj Allahun subhanahu wa taala, se shumë njerëz shpenzojnë sasinë e shpenzimit tënë, edhe jo gjithë ata njerëz që të shpenzojnë këtë sasi e bojnë një vepër që i fut xhenet, që e ka pyetur edhe sahabia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë kjo nuk është e lehtë, është shumë madhështore, edhe është e lehtë dhe se Allahu subhanahu wa taala kujnë e mund të lehtë. Thuaj alhamdulillah që Allahu subhanahu wa taala ta ka lecu këtë vepër. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka kallëzuar të veprat, domethënë që i ka thonë me adhuru Allahu subhanahu wa taala dhe mos ligu Allahu subhanahu wa taala shak, me fol namazin, me jep zakatin, me agjeru Ramazanin, edhe një prej veprat domethënë që e cek edhe hadithin më herët ka thonë me kry hoxhë. Në këto e vepra hadith është pak më i gjatë, mirë po për shkak që mos më zgjat shumë për shkak se kohë dhe ligjërues tjerë që bëjnë me këshillu, mos më marr shumë kohën domethënë me pos parasysh se Allahu subhanahu wa taala të ka zgjedh, ta ka lecuar Allahu subhanahu wa taala, që Allahu subhanahu wa taala jo çdo punë e lecën, edhe ta falënderosh Allahu subhanahu wa taala për këtë lecim që ta ka bërë, edhe ta lutesh Allahu subhanahu wa taala që këto vepra që ta ka pranuar Allahu subhanahu wa taala për me të lecuar këtë vepër, që Allahu subhanahu wa taala ti shtoj ti bësh derisa të lecën Allahu subhanahu wa taala edhe hyrje për xhenet. Allahu ta pranoj të njerë, na mësot Allahu subhanahu wa taala këtë ata të cilët domethënë se kanë kryer e kryer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Falënderimet, lavderimet tona më të sinqerta dërgojmë Allahut Azza wa Jall. Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, vetëm prej Allahut Azza wa Jall ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka në ozën Allah në rrugën e drejtë nuk ka humbje për të, e veç ai i cili me vedëshirën e tina zë rrugën e humbjes. Aja e cila du me cek para juve është aja e cila djetarët kanë pas problem mas e shumëti. Edhe njerëzit që u thujnë drejt xhenetit Allahut Azza wa Jall e kanë këtë problem. E kanë pas problem edhe djetarë cilin të përmensh për tyre e ka pas këtë problem. Andaj, në transmitim që e kanë nxjerrë Imam Muslimi rahimahullahu taala nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se xheneti është i rrethkuar me vështirësi, ndërsa zjarri i xhenemit është i rrethkuar me epshë, me dëshira. Pastaj, nëse e sheket, e shek që shpirti ju, egoja ju, gjithmonë është i prirë për të keqe, është e prirë për epshë, është e prirë për ato se çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar. Andaj, se qysh me u largu nga këto gjënove, se qysh me u largu nga këto punë të cilat nuk është i kënaqur Allahu Azza wa Jall, e që se cilin nga ne kemi probleme me këtë, është ajeti kuranor, suratul Yusuf, që ka thonë Allahu Azza wa Jall, inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Thënë, Allahu Azza wa Jall, me të vërtet, nefsi shpirti se cilët për juve, e nëzit njënën për juve, edhe se cilin nga ju, me bo ato se çka epshë dë, prej mëkateve, me bo ato prej luksit, ato se çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar në shumë hadithe të tjera. Atë e sheh që shpirti yt të ngrejnë ato. Pastaj Ibn Kathiri rahimahullahu taala ka thonë se këto se çka kanë përmend, Allahu Azza wa Jall ka thonë kanë lidhje me mëkatet. Shpirti se cilë prej neve të ngrejnë prej mëkatit. Fillimisht të ngrejnë prej mëkatit. Pastaj e dyta, thëtë që i prim mëkatit është dëshira. Fillimisht të ngrejnë prej dëshirës. Pastaj të fut mëkat. Pastaj pika e tretë, thëtë të harrën edhe ta bjen harres që keme dorë për Allahut Azza wa Jall.
ta largon prej mendjes, që keme jep llogari për Allahut Azza wa Jall, për çdo gibet, për çdo gjuna, për çdo fjalë, për çdo shikim, për çdo dëgjem. Krejt këtu harame, krejt këtu gjunova që na ngarkuam çdo ditë. Me këto të cilat Allahu Azza wa Jall i ka ndaluar. Pastaj Ibn Kathir rahimahullahu taala ka thonë, nefsi e ka origjinën me pri drejt së keqes, po thot nëse njeriu e edukon atë, edukon nefsin, edhe është vështirë me eduku nefsin. Për që tha, Sufjan al-Thauri rahimahullahu taala ka thonë, shumë vite kam luftuar me nefsin tim, edhe kam thonë nefsit tim, po nefsi im, a do të më qesh mua në zjarr? Ndalo. Thot që të shkojmë bashkë, se unë ta du të mirën ty. Shkojmë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. I ka thuar nefsit. Prandaj transmetimet shumëta. Gjithashtu Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala ka thonë, afdalul jihadu nafsi wal hawa. A dini cili është gjihadi më i mirë që i paraprin gjihadit? Ka thonë cili gjihadi i cili lufton njëri me veten e tina, me nefsin e tina edhe me dëshirat e tina. Që kjo është ajo e cila janë preokupu dietar. Edhe secilin shembull që ta mesh, secilin dietar që ta mesh, e sheh që ka fol për këtë pikë. A dini kur ka fol? Secili ka fol që kumpu edhe kumpo në transmetim, kanë fol në fundin e tyre. Kanë shku një mush, në dituri, në pjekuri, në stabilitet, në qëndrëshmëri në rrugën e Allahut Azza wa Jall, pastaj kanë fol për nefsin. Kanë thonë hale, disa kanë thonë nuk kena arrit me mujt nefsin. Disa kanë thonë po kërkojnë mbrojtje prej Allahut Azza wa Jall me mujt nefsin. Pastaj çka është ky nefs? Allahu ka thonë ju shpije për të keqja, ju nxit për mëkat. Illa ma rahima rabbi. Përveç ka ne kam shëru Allahu Azza wa Jall. Çka kupton për këtë ajet Allahu i dashur? Kupton që fuqia jote, imani jot, dashuria jote për xhenetin e Allahut Azza wa Jall nuk mjafton. Mos ndohet ty prej nefsit. Mos ndohet ty prej ifshit. Mos ndohet ty prej dëshirave të shumta që më vrapu pas dynjas. Por duhesh me bëu dua që mëshira e Allahut më të kaplu. Pastaj kur të kaplam mëshira e Allahut Azza wa Jall, e sheh se Allah ka thonë, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsi 'anil hawa. Ka thot para se me bon njeriu për juve me kat. Secili për ju, çfarë do lloj mëkati? Qoftë në shikim, qoftë në dëgjim, qoftë në shpikje, qoftë në gibet, qoftë për cilët mesazhet duke dredhu atë. Thot para se me bo atë, a dini pse njerëzit i dredhojnë që tu e lëshojnë shikimin, e lëshojnë dëgjimin, e lëshojnë vesët? A dini pse? Se shejtani i shlihen dëshirë në mëkat, pastaj e treta, a ka ndodhur ty ndonjëherë me bo mëkat edhe me të shku mendja që kemë llogari për Allahut Azza wa Jall edhe me bo? Jo, pse? Se çatu në çast të ban shejtani mallkuar me harru, që kemë dorë për Allahut Azza wa Jall me llogari. Andaj kjo ndodh çdo sferë, në çdo mëkat, në çdo gjëna. Ta fut dashurinë për të, pastaj e bën mëkatin, pastaj ta harron ty që kemë dorë për Allahut Azza wa Jall. Pastaj Allahu Azza wa Jall ka thonë, wa naha nafsi 'anil hawa. Ata që ndalin veten e tyre prej dëshirave janë kush? Janë ata cilët wa amma man khafa maqama rabbih. Janë ata cilët e mendojnë takimin me Allahun Azza wa Jall kur nuk do të shohin djathta as gjove se zjarr, pastaj nuk do të shohin majt as gjove se zjarr, edhe do të shohin që i vetmi takim është me Allahun Azza wa Jall me punët e tina. Nuk ka ndërmjetësues. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka më fol secilit për juve pa ndërmjetësues. Çfarë gjuhë që ti e fel, çfarë gjuhë ka më të fol Allahu Azza wa Jall? Çfarë përgjigje ke përgatitur për Allahut Azza wa Jall për një shikim, për një ndëgjim, për një të folur pa hak, për një prekje nderit dikujna prej vllaznive, për marrjen e pasunisë dikujna prej neve çdo, për marrjen e hakut dikujna prej neve çdo.
Çka kemi thonë Zotit tanë? Ai i cili i din shëtësit e gjoksave, shëtësit e mendjeve, shëtësit e çdo sene që ka kena në gjoksa tur. Pastaj dietar ka thonë, a e dini cilët nolën nga mekati? Janë ata të cilët e tagmendojnë edhe kanë me dorën takim me Allahun Azza wa Jall. Jetojnë me këtë shpresë. Jetojnë me këtë realitet që Allahu ka thënë në Kur'anin e Tina, në suratu Nazi'at. Mos gabosh ajeti 40. Për këtë arsye, robi unë edhe ti duhet me përgatit nefsi. Çka? Me pagu shpërblimin e mekatit, me pagu shpërblimin e asajna që ka bën qëndrueshmëri. Cili është shembulli për këtë? Se na ndonjëherë i shohim shembuj veç fotografi. Çysh e pagujti Jusufi alayhis salam shembullin e mekatit, që janë mundësia me bo ato se çka Allahu e lajmëroi për to. Pastaj nuk ka nisë çatu për çatu, po ka nisë për një kohë të gjatë. Prej shikimit ka filluar dëshirë, prej dëshirës është vendosur në mekat. Pastaj kur erdhi mundësia, tha mu kujtova që ka me dorë për Allahu ta zëgjër ka me plogari. Pastaj e pagujti gjunohin e tina me çka? Me burg. E pagujti me burg. Andaj për cilin gjunat i ki pagujt, që ki bo sobër. A dhe mi ka zuti nefsi ta, ose on nefsi ta. Nësët nuk jena në gjendje me mbrojt fejnë Allahut Azza wa Jall, shtyllat e fesë, edhe qatë mbrojtje nuk jena gjendje me pagu me ato që pagujti Jusufi. Për këtë arsye, mundohuni mos me i bo gjëno Allahut në tukë. E dyta, pasi që mos i bane Allahut gjëna në tukë, qëndrëni në fejnë Allahut Azza wa Jall, qysh Allah ju ka ordhënu. Edhe nëse ju vjen dënimi, edhe nëse vjen shpagimi për të, paguje qysh dush. Shpërblimin të Allahu ki me gjithë. Shembulli më i mirë që kanë përmend dietar ka qenë shembulli i Jusufit, e pagujti me burg, e nuk bani zina. Ju kujtu takimi me Allahun Azza wa Jall, kështu do të jemi na. Andaj lutim Allahun Azza wa Jall që neve këto ajete më na bëjnë dobi. Me kom për atyre të cilët e kemi frikë Allahun Azza wa Jall vetëm në hapësirë e me njerëz kur jemi me ta e pa ta, lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu më na bëjë për sinqertë. Fjallë tona, punë tona, vepra tona me kom për neve e ju kundër neve. Andaj bani do vllazni për njëri tjetrin që Allahu na forcon fejnë e tina, që Allahu na bashkohet që shihemi këtë vend, na bashkohet me xhenetin e tina firdaus. Quli qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum innahu huwa at-tawwabur rahim. Allah shpërës për zëllarë tonë, në transmishila, Allah i tashtë e rujtë, Allah shpërë me gjendë dhe të firdaus. Allah shpërë me gjendë dhe juve që ishte edhe nja prezent, ki marrë pjesë për venën të rëllën, në ndryshme lërë, shokë me që të shabim gjithësi një këto, Allah në rofë e rujtë, e shala është për përgatim në për namazën e jacisë në gjëmatë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah në rofë e rujtë me familje dhe juve. Selamu alaikum.